Kjo është historia e një djali të ri, i cili ishte në koma. 3 vjet më vonë më në fund doli prej saj, megjithatë mjekët nuk mund të besonin gjën e tmerrshme që u tha për nënën e tij. Gabriel Rodriguez jetonte i lumtur me prindërit e tij në qytetin e Madridit të Spanjës. Ai ishte një djalë inteligjent dhe i suksesshëm në shkollë. Ai kurrë nuk duhet të brengose për asgjë sepse prindërit e tij e donin dhe kujdeseshin për të. Ai kishte një jetë të mirë derisa një natë të tmerrshme babai telefonoi një mbrëmje. Ai u zgjua me një dhimbje koke të tmerrshme që e mbajti zgjuar gjatë gjithë natës. Kur u bë mëngjes, prindërit e tij e çuan në spital për trajtim, por ai nuk u bë më mirë. Disa ditë më vonë, djali nuk mund të ecste më vetë, pasi gjymtyrët e tij filluan të përkulen. Mjekët u than prindërve se ai vuante nga një çrregullim i rëndë që preku sistemin e tij nervor. Fatkeqësisht nuk mund të ndalonin që gjendja e tij të përkeqësohej. Ditët kaluan dhe djali nuk mund të lëvizte më. Ai gradualisht po humbte vetë dijen. Kjo i shqetësonte prindërit e tij shumë. Nëna e tij, Lucia, qante shumë, duke mos ditur se çfarë do të ndodhte me fëmijën e saj të vetëm. Nga ana tjetër, pikëllimi e pushtoi dhe babain e tij. Burri vazhdoi të vizitonte disa spitale çdo javë dhe të kërkonte mundësi të tjera trajtimi për djalin e tij. Megjithatë, ai nuk gjeti ndonjë zgjidhje. Kaluan disa muaj dhe Gabrieli ishte akoma në koma. Sëmundja e çuditshme i kishte pushtuar të gjithë trupin. 8 vjeçari ishte i shtrirë në shtrat pas një shpresë për të shëruar. Mjekët konfirmuan se ai mund të mos zgjohej më kurrë. Lajmi shkatërroi prindërit e tij. Ata nuk duronin dot dhimbjen të shihnin djalin e tyre të vetëm pa jetë në shtrat. Kaluan 2 vjet e gjysmë dhe djali ishte ende në gjendje vegetative. Megjithatë, pavarësisht sëmundjes, babai i tij Fernando nuk hoqi dorë kurrë nga ai. Burri vazhdoi të vizitonte fëmijën e tij dhe të fliste me të. Ai shpresonte që djali i tij të zgjohej një ditë, por nuk vlente një gjë për nënën e tij. Ajo dëshpëroi çdo ditë më shumë. Ishte vërtet e hidhëruar për gjendjen e vështirë të djalit të saj. Ajo djente se sëmundja e tij i kishte privuar nga lumturia që kishin përjetuar dikush si familje. Burri i saj nuk kalonte më shumë kohë me të. Një mëngjes shkoi në dhomën e urgjencës së djalit të saj. Pasi shikoi me neveri të shkruar në të gjithë fytyrën e saj, ajo i përshpëriti disa fjalë mizore djalit të saj. Që kur u sëmure, je bërë pengesë në jetët tona, shpresoj të pushosh së frymuari një ditë, shpresoj që të ndodh shpejt sepse nuk duroj dot të shoh se si babai të del nga rruga për ty dhe më le anash, u martua me mua, jo me ty. Që nga ajo ditë, ajo pushoi së vizituari ata në spital. Dhimbja që ndjente më parë tani ishte kthyer në urrëtie dhe neveri. Në një moment ajo humbi guximin për të vazhduar jetën dhe u përpoq të jepte fund jetës së saj disa herë. Si rezultat, të shoqet ju desh ta çonte te terapisti, sepse ishte sëmur mendërisht. Pas disa muajsh ajo u deklarua sërish e shëndosh dhe Fernando dhe gruaja e tij e kthyer jetën në rrugën e duhur. E vetmja gjë që mungonte ishte djali i tyre. Çifti e dinte se nuk mund të bënin asgjë tjetër përveç shpresës për një mrekulli. U kthyer në punë dhe vendosën djalin e tyre në kujdesin e mjekëve dhe infermierëve të spitalit, sepse ai kishte qenë në koma për shumë kohë. Disa njerëz thonin se ai nuk do të zgjojë më. Ata filluan të diskutonin për të ndaluar mbështetjen e jetës, por të gjitha ato diskutime morën fund kur një pastruese vuri re diçka që e la të habitur. Ajo kuptoi se djali kishte një shprehje të lehtë në fytyrën e tij. Dukej sikur donte t'i thoshte diçka. Duke mos ditur se çfarë po ndodhte në të vërtetë, ajo ju afrua. Krejt papritur ai lëvizi kokën dhe gishtat. Gruaja e habitur bërtiti me zë të lartë dhe informoi mjekët dhe infermierët për atë që sapo kishte parë. Për 3 vjet të gjata, djali nuk kishte mundur të lëvizte asnjë pjesë të trupit të tij, madje s'kishte mundur as të hante. Po atë mbrëmje prindërit e tij shkuan në spital pa hezitim. Ata shkuan në dhomën e djalit të tyre dhe kuptuan se ai ishte pjesërisht i vetëdijshëm. Prindërit nuk mund ta fshinin gëzimin e tyre. Ata ishin të kënaqur që pas 3 vitesh depresive, kishte shpresë që djali i tyre të shërohej nga koma. Fernando kapi për dorë djalin e tij dhe i tha: "Luftëtari im i vogël, na ka marrë malli. Jemi të lumtur që nuk hoqe dorë nga jeta. Mos u shqetëso, së shpejti do të jesh mirë, do të duam shumë." Sa po tha ato fjalë, djali i tij ja shtrëngoi dorën dhe lotët i rodhën në fytyrë.
Të gjithë në spital u habitën dhe burri filloi të qante, pa e kuptuar as vetë. Pasi puthi djalin e tij dhe i tha mirupafshim, ai u largua nga spitali me gruan e tij. Çifti ishin të emocionuar që djali i tyre do të kthehej në shtëpi, por ndonjëherë jeta nuk shkon siç planifikohet. Fatkeqësisht, ditët u kthyen në javë dhe Gabriel ende nuk ishte marrë vetëdije në plot. Sipas raportit të mjekut, ai duhet të dilte nga koma brenda pak ditësh. Prindërit e tij ishin të shqetësuar dhe u futën sërish në depresion. Fernando nuk dinte çfarë të bënte më. Ai kishte filluar të bënte plane për ardhjen e djalit të tij në shtëpi. Megjithatë, ai nuk kishte dorë nga djali i tij. Sigurohej që ta vizitonte sa herë që ishte më pak i zënë. Zot, të lutem, ruaje djalin tim. Ai është fëmia im i vetëm dhe nuk ka mundësi ta humbas. Nuk mund ta duroj më ta shoh pa ndjenja. Të lutem, le të zgjohet, tha njeriu i shqetësuar. Një mbrëmje gjërsa biri i tyre ishte ende në spital që 2 muaj dhe asgjë nuk ishte ndryshuar, shëndeti Gabriel nuk ishte përmirësuar ende, por një mëngjes fati buzëqeshi familjes Rodriguez. Ishte shtunë, Fernando dhe gruaja e tij ishin duke ujitur kopshtin në shtëpinë e tyre. Pa prit masara telefoni i burrit, ishte një telefonat nga spitali. Fernando e hapi telefonin, duke mos ditur se çfarë e priste. Pikërisht atëherë mjeku informoi se djali i tyre ishte në gjendje stabile. Çifti ndaluan atë që po bënin dhe shkuan në spital. Sapo u futën në dhomën e djalit të tyre, nuk mund ta besonin kur pan djalin e tyre të vogël me vetëdije të plot. Siç mund ta imagjinoni, ata ishin shumë të lumtur. Kishin kaluar më shumë se 3 vjet që kur e kishin për herë të fundit zgjuar. Pas pak minutash ata mbërritën në spital. Mjeku e zgjoi dhe foli me të. Megjithatë, ata nuk mund të besonin fjalëve të tij. Kur i riu pa nënën e tij, ai u nervozua dhe filloi të bërtiste, derisa ajo u detyrua të dilte nga dhoma. Pasi ajo u largua, i tha: "Të lutem, largoja atë nga unë. Ajo kur nuk donte që unë të zgjohesha. Më tha se shpresonte që një ditë më ndalonte fryma. Nuk dua ta shoh." Kur i thanë se çfarë kishte thënë i biri, ajo ishte shumë e turpëruar dhe shpërtheu në lot. Lucia përfundimisht u kthye në dhomën e djalit të saj. Ajo qëndroi në derën e tij dhe filloi të lutej për falje. "Bir, më fal që nuk jam nënë e mirë. Me të vërtetë të dua dhe më vjen keq që të kam thënë ato fjalë të këqija të ditë. Të lutem, më fal. Më jep edhe një mundësi të korrigjoj gabimet e mia", tha gruaja në gjunjë. Gabriel, që tani ishte në lot, kapi dorën në nënën së tij dhe tha: "Mami, gjatë gjithë kohës dëgjoja dhe shija të gjitha rreth meje. Babi më fliste me orë të tëra dhe më mbante duart, më jepte kurajo. E parë se të palumtur ishit ti dhe babi, por ma theu zemrën fakti që hoqe dorë nga unë." Gruaja u trondit pasi dëgjoi se çfarë i tha djali i saj. Megjithatë, atij nuk ju de shumë kohë për ta falur nënën e tij. Gabriele i tha se ai pa gjithçka që ajo kaloi dhe nuk do ta gjykonte atë nga fjalët e ashpra që i tha. Djali falenderoi të atin për mbështetjen e tij gjatë gjithë periudhës që ishte në koma. Ai u tha se pa dashurinë e tij nuk do të ishte zgjuar. Mes lotësh burri përqafoi djalin dhe gruan e tij. Më në fund familja e tij u bashkua sërish. Kjo histori jep një mësim të vlefshëm. Pavarësisht se sa e vështirë bëhet jeta, nuk duhet të heqim dorë, sepse ka gjithmonë dritë në fund të tunelit. Kështu që çfarë do tjetër të keni mësuar nga kjo histori e mrekullueshme, ndajeni me ne në komente. Shihemi herës tjetër.